Bizneset ofrojnë një larmishmëri të vendeve të lira të punës, duke filluar nga vendet me arsim të lartë, që janë vende si ekonomisë, zhvillues të programeve IT, jurist, profesione të tjera të zyrës, gjithashtu dhe profesione me arsim të mesëm, ku mund përmendi profesione të kuzhinës, kuzhinier, pra janë ato profesione më të kërkuara deri te profesionet pa arsim ose me arsim të ulët, si shofer për shembull, profesionet të ndërtimit që janë shumë të kërkuara, të cilat gjenden në të gjitha bizneset që janë pranishme në panajër, po jo vetëm, siç e theksova, këto vende janë të publikuara online dhe në portalin e punësimit dhe aftësive, ku çdo qytetar mund të vijë në kontakt, mund të informohet, mund të aplikojë dhe do i ftoja të gjithë pas këtij panajirit të paraqiten dhe të jenë aktivisht në kërkim të një pune dhe përmes zyrës punës, i cili është i shtrirë në qytetin e Thierit, po gjithashtu edhe në bashkitë e tjera qarku Thier.